Në jug të Shqipërisë, zhvillimi turistik po përballet gjithmonë më shpesh me kufi të padukshëm, burimet natyrore të ujit. Në fshatin Tragjas të Vlorës, ndërtimi i një ujësjellsi për të furnizuar zona turistike me ujë ka nxitur reagimin e fortë të banorëve, të cilët e shohin projektin si kërcënim për jetesën e tyre. Këtu nuk i dihet as vetë ata nuk e dinë, po asnjë lloj robi nuk është në gjendje ta parashikojë dëmin që mund të bëjnë me ato ujësjellës, edhe sikur të ketë ujë. Aq sa pretendojnë ata, edhe 3 fishi këtij uji tjetër, mënyra se si do e marrën këtu është një bombë. Projekti synon të devijojë ujin nga burimi i izvorit drejt zonave turistike si Palas dhe Dhërmi në funksion të investimeve strategjike në Bregdet. Institucionet e konsiderojnë këtë ndërhyrje të domosdoshme për zhvillimin turistik, duke theksuar mungesën e burimeve ujore në zonat bregdetare. Por për banorët, ky është një rrezik i drejtë për drejtë për jetesën. Dhe kam qenë një pare që kam dola aty, nuk e dija sa ndodhte, dola, të po me ujë, të kom marrujni, thashë, jo nuk lejohet, të më këthy mbrapsh. Dhe kur vija për ta në shtëpitë e mia nga Dukati, të anu se kisha një vdekje, më ndaluan të rreth i Trajesës, s'ke drejt hysh Trajesë. Por jam kam shtëpinë, jo s'ke drejt hysh Trajesë. I thash policit me drejt, na patente, na dokumente makinës, jam rrugë, po, hapru të kaloj edhe ika, me forcë. Burimi i izvorit ka mbajtur gjallë zonën për dekada, duke ujitur tokat dhe mbështetur jetesën e përditshme. Përtej shqetësimeve të banorëve, edhe ekspertët ngrejnë pikpyetje për mënyrën se si është ndjekur projekti. Ky fshat me vendim qeveri është futur në 100 fshatrat e turistike. Dhe çfarë po ndodh tani? Kemi një përplasje politikash. Nga një anë duhem ta bëjmë fshatin turistik, nga ana tjetër heqim një nga resurset më të rëndësishme që është lumi i Zvorit. Sepse lumi i Zvorit nuk është problem vetëm anasasiore, po është problem peizazhi, është shikimi, relaksi, që vinë e shikojnë, dhe si ka mundësi që t'heqish një sasi të konsiderueshme, që do të thotë nga kjo pamje ekzistuese natyrale, ta kthejmë në një gjendje të degraduar. Përtej Tragjasit, kjo situatë nuk është një rast i izoluar. Konfliktet të ngjashme janë shfaqur edhe në zona të tjera të jugut, si në lumin e Shushicës, ku komunitetet kanë kundërshtuar projekte të ngjashme të shfrytëzimit të burimeve ujore pa konsultim të plotë. Sipas ekspertëve, këto raste tregojnë një model të përsëritur, ku zhvillimi turistik edhe projektet infrastrukturore avancojnë pa një balans të qëndrueshme me nevojat e komuniteteve lokale dhe mbrojtjen e burimeve natyrore. Në këtë realitet, Tragjasi mbetet një shembull i qartë i përplasjes mes zhvillimit dhe mbijetesës së komuniteteve, ku uji nuk është thjesht një burim, por kusht për të jetuar dhe për të qëndruar në tokën e tyre.